Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur të publikojë rezultatet e para për zgjedhjet e sotme. Sipas rezultateve të para të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në garë për kryetar të Prishtinës, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Përparim Rama është në epërsi ndaj kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje Hajrullah Qeku. Deri në orën 19:34 të mbrëmjes të së dielës janë përpunuar 2461 vota, që përbëjnë 1,11% të totalit prej 222,418 votave në komunën e Prishtinës. Sipas të dhënave të deritanishme, Përparim Rama ka marrë 1309 vota, ose 53,19%, ndërsa Hajrullah Qeku ka siguruar 1152 vota, ose 46,81%. Në këtë fazë të procesit janë përpunuar 13 nga gjithsej 268 vend votime, që përbën 4,85% të tyre. Sipas të dhënave, dalja në zgjedhje ishte 32% më e ulët se në raundin e parë ku votuan 40,10% e votuesve.